Përshëndetje, sonte do ju flas pak në lidhje me librin Nexus, i shkruar nga Yuval Noah Harari, i cili është ky libër. Ky libër është sjell në shqip nga shtëpia botuese Botard dhe mendoj që është një përkthim shumë i mirë në gjuhën shqipe. Yuval Noah Harari është një studiues dhe një pedagog i cili jep mësim në Universitetin e Tel Avivit në Izrael. Është një autor shumë i njohur i cili shkruan për historinë e njerëzimit, për shkencën dhe për teknologjinë, dhe është një nga autorët më të pëlqyer të kohërave moderne. Librin e parë Yuval Noah Harari e ka nxjerrë në vitin 2011 dhe titullohet Sapiens. Dhe në këtë libër flet për zhvillimin e njeriut, domethënë që prej kohërat e lashta kur ai ka qenë i pa evoluar, që nga sapiensët edhe deri në kohët moderne. Libri pati shumë sukses në ato vite dhe pas këtij libri autori më vonë nxjerr një libër tjetër i cili titullohet Homo Deus. Pra, domethënë tek i pari autori flet për zhvillimin e njeriut që nga sapiensët e deri te kohërat moderne, ndërsa te Homo Deus ai flet për të ardhmen e njerëzimit. Domethënë bën një lloj analize se si mund të zhvillohet njerëzimi dhe cilat do të jenë sfidat e njerëzimit në të ardhmen. Më pas nxjerr një libër tjetër, 21 këshilla për shekullin e 21, dhe ky libër flet për zhvillimin se si do të zhvillohet njerëzimi në të ardhmen. Dhe para një viti nxori librin Nexus, që shihni edhe në video. Ky është një nga librat që më ka pëlqyer më shumë kohët e fundit. Dhe e kam lexuar parafërsisht për 2 javë. E kam lexuar me gjithë qejf. Është libër fantastik. Te libri Nexus Harari flet për më saktë flet për inteligjencën artificiale. Pra është fokusuar më shumë te inteligjenca artificiale, pasi e sheh si një zhvillim shumë të rëndësishëm në historinë e njerëzimit. Pra, në veprat e para, autori fliste për zhvillimin e njerëzimit, ndërsa te libri i fundit flet për fokusohet më shumë te inteligjenca artificiale. Siç e dini, inteligjenca artificiale konsiderohet si një revolucion shumë i madh në shkencë në teknologji. Bile nga shumë autorë është krahasuar me revolucionin industrial, pra është një epoka e inteligjencës artificiale konsiderohet si një zhvillim industrial i ri për kohët moderne. Shumë autorë janë treguar shumë optimist për sa i përket zhvillimeve të fundit në fushën e inteligjencës artificiale, pra mendojnë gjithmonë në mënyrë pozitive që kjo teknologji, pra inteligjenca artificiale, do të sjellë shumë të mira njerëzimit. Pra, këta autor fokusohen vetëm në një anë, vetëm në anët pozitive. Ndërsa Yuval Noah Harari te libri Nexus që ju tregova në video, fokusohet edhe në anën negative të inteligjencës artificiale. Pra, autori mundohet t'i trajtojë të dy aspektet, do të thënë i merr edhe nga ana pozitive dhe nga ana negative. Dhe po të lexoni librin, autori më shumë është i alarmuar në thonjza, më shumë për anët negative të kësaj teknologjie. Pra, autori sheh më shumë rreziqe se sa anë pozitive të inteligjencës artificiale. Këtë mund ta themi. Do të një person që lexon librin e kupton që autori është fokusuar më shumë te anët negative të kësaj teknologjie.
Dhe njëra nga gjërat që më ka bërë më shumë përshtypje kur lexoja librin është që autori përmend një fakt shumë të rëndësishëm, pra ai thotë që inteligjenca artificiale varet edhe nga cilat shtete përdoren. Për shembull, nëse një shtet është shtet totalitar dhe diktatorial, imagjinojeni se çfarë dëmesh mund t'i shkaktoj shoqërisë duke përdorur inteligjencën artificiale ky shtet. Pra një shtet që qeveriset me diktaturë, duke përdorur këtë teknologji bëhet akoma më agresiv dhe më i rrezikshëm për shoqërinë. Pra bëhet akoma më shtet diktatorial. Dhe për këtë arsye, autori në libër përmend një fakt shumë të rëndësishëm në kohët e fundit që ka ndodhur në Iran. Irani, siç dihet, është një vend fetar, vend sheriatik dhe diktatorial. Dhe autori përmend një fakt shumë të rëndësishëm, thotë që Irani ka votuar një ligj i cili parashikon shtimin e numrit të kamerave të rrugës dhe integrimin e inteligjencës artificiale te këto kamera. Edhe domethënë te kamerat publike në përgjithësi, jo vetëm te kamerat e rrugës. Pra, do integrohet inteligjenca artificiale në sistemin e kamerave. Pra njerëzit do të jenë më të survejuar dhe më të kontrolluar nga shteti. Dhe imagjinojeni, domethënë një vend si Irani gjithmonë mundohet domethënë të kontrollojë mendimet e çdo njeriu dhe kjo është arsyeja pse ata sondojnë gjatë. Dhe Irani, duke përdorur inteligjencën artificiale nëpër kamera, autori thotë që me anë të ligjit që kanë nxjerrë do të monitorojë gratë të cilat nuk vendosin hixhabin, nuk vendosin shami. Pra, nëse kamera në Iran, kamerat që punojnë me inteligjencën artificiale, do të konstatojnë gra që nuk vishin hixhabin, do t'i vendosin gjobë, do t'i heqin patentën dhe do të marrin masa më të rënda ndaj grave që nuk e vendosin hixhabin. Pra imagjinojeni, do të thënë Irani, një vend diktatorial, i ka dhënë shenjat e para të mënyrës se si do ta përdori inteligjencën artificiale. Pra, ka votuar një ligj, do të thënë dhe autori flet për fakte konkrete, do të thënë siç e shihni, janë këto, do të thënë nuk janë amendësime të autorit, po janë gjëra që po ndodhin aktualisht. Do të thënë autori në libër jep fakte shumë konkrete, do të thënë siç është ky shembulli i Iranit. Dhe siç dihet, autori jep edhe shembuj të tjerë nga historia, për shembull përmend edhe regjimin e Ceaușescut në Rumani. Ceaușescu përpara përdorte agjent ose spiuna në thonjza për të kontrolluar njerëzit se çfarë mendimesh kishin për regjimin dhe çfarë thoshin. Dhe autori jep një informacion shumë interesant dhe thotë që nëse Ceaușescu do të kishte këtë teknologji, pra inteligjencën artificiale, ai do të kishte mundësi t'i kontrollonte të gjitha letërkëmbimet, mesazhet që dërgonin njerëzit në atë kohë dhe njerëzit do të ishin më të rrezikuar po ta kishte Ceaușescu këtë teknologji. Pra imagjinojeni vetë se sa i rrezikshëm mund të bëhet një regjim diktatorial duke përdorur këtë teknologji. Pra, do të thënë, siç dihet, shumë autorë mundohet, do të thënë, në kohët e fundit të japi vetëm aspektet pozitive, po këta autorë anashkalojnë shpeshherë anët negative të inteligjencës artificiale. Libri është, siç e thash, është botuar në
një vit përpara, pra në vitin 2024, dhe ja u sugjeroj domethënë që ta lexoni, është një libër fantastik. Është një libër gati me 500 faqe, pra është e pamundur që në një video ti prekësh të gjitha aspektet që përmenden në libër, të gjitha temat ose problematikat që përmenden në libër. Dhe për këtë arsye unë kam menduar domethënë që të bëj edhe video të tjera në lidhje me këtë libër, sepse mendoj që është një libër që duhet diskutuar, duhet lexuar dhe duhet diskutuar. Pra një person që lexon librat e Hararit, për mendimin tim fiton një mendim kritik dhe i analizon ngjarjet në mënyrë më kritike dhe në mënyrë më të detajuar. Shifemi në video të tjera.